Koment. Janë të krishterët ata që e kanë shpik trinin. Pali që shkroi dhjatën e re. Vërtet, le të shikojmë pak nga dhjata e vjetër kësaj rradhe. Shkojmë tek Zanafilla 18, që është shkruar rreth 1500 vjet përpara Palit. Teksti thot që Zoti ju shfaq Abrahamit. Tani Abrahami ngres sytë dhe sheh që janë 3 burra, por njëri prej tyre, edhe pse me pamje njerëzore, ishte ndryshe nga 2 të tjerët. Abrahami i drejtohet atij si Zot, Jahve, Jehova, jo një ëngjël, dhe biles e adhuron. Pastaj ai lutet dhe negocion me të që të shpëtojë Sodomen nga gjykimi, 50, 45, 40 deri në 10. Edhe kush është ai ëngjël që vendos ose ka autoritet për gjykuar njerëzimin? Qartazi, ky nuk është një ëngjël, sepse asnjë ëngjël nuk mund të marrë rolin e gjykatësit. Ai që Abrahami po fliste ishte vetë gjykatësi i botës, sepse vetëm ai mund të vendosin për fatin e njerëzimit. Dhe pastaj vjen Zanafilla 19:24 që ilustron fiks trinin. Atëherë, thot, Zoti, që ishte me Abrahamin, bëri që nga qielli të binte squfur dhe zjarr mbi Sodomen dhe Gomorën nga ana e Zotit që ishte në qiell. Pra Zoti që ishte me Abrahamin bën që të bjerë zjarr nga ana e Zotit që është në qiell. Zoti në tokë, Zoti në qiell, të dy quhen Jahve, si ka mundësi? Ka mundësi, sepse trinia nuk është shpikja e dhjatës së re. Ajo është aty që në Zanafill dhe njëjti mesazh shtrihet në gjithë Biblën. Tani, nëse ky shpjegim të ndihmoj, ndaj me dikën fakt, edhe më ndiq për shpjegime të tilla të ngjashme. Zoti bekoft.